Të nderuar familje të të rënëve, të plagosur dhe të mbijetuar të masakrës së burgut të Dubravës. I nderuar kryetari i Kuvendit të Kosovës zotri Glau Konjufsa, e nderuara ministre e drejtësisë zonja Albolena Haxhiu, të nderuar deputet dhe ju përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, të nderuar ju të pranishëm. Masakra e burgut të Dubravës që nisi më 19 dhe kulmoi me 24 maj të vitit 1999, ishte njëra ndër krimet më makabër të fund të shekullit të kaluar. I planifikuar, organizuar dhe implementuar nga shteti serb, ku u shkelën të gjitha konventet ndërkombëtare mbi të drejtat e të burgosurve. 22 vjet më parë, ky obar kishte një pamje krejtësisht tjetër, pranverë e bërgjakur, krim mbi krim ndaj njerëzve duar lidhur dhe bark zbrazur, të pangrën e të keq trajtuar çdo ditë, me jetën në fije të perit të cilën u amorën në formën më mizore. Sot e për çdo vit i kujtojmë me dhimbje e me mall. Për 22 vjet më radh u gjykuan e vazhdojnë të gjykohen shumë luftëtarë të lirisë, por kryerësit e kësaj masakre nuk u dënuan kurrë, ndonse dihen me emër dhe mbiemër. Të nderuar të pranishëm, në kujtim e nderim të të rënëve do të bëhet zbulimi i lapidarit. Prandaj fillimisht ju ftoj për një minutë nderim. Lavdi. Gjaku i tyre u bë dritë për Kosovën. Sot, rastis që njëri nga të mbijetuarit e masakrës së burgut të Dubravës të jetë edhe drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës. Për të bërë një prezantim rreth ngritjes së këtij lapidari, më lejoni tani të ftoj para jush zotri Bislim Zogaj. Përshëndetje për kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotin Glau Konjufsa. Përshëndetje për ministrin e drejtësisë, zot Albolena Haxhiu. Përshëndetje për deputetën Bogujevsi. Përshëndetje për gjithë deputet dhe ministrat që jeni prezent. Përshëndetje për kryetarin e Partisë Demokratike Enver Hoxha. Përshëndetje për ish-kryeministrin e Partinë e Aleancës për Arbërinë e Kosovës, zotin Ramazan Haxhiu. Përshëndetje për gjithë ju të pranishëm, mbi gjitha përshëndetje për ju e familjarët që antarët e familjes tuaj dhanë gjakun këtu në këtë burg për lirinë e Kosovës. Pra, edhe përshëndetje për gjithë ju pjesëmarrës. Dola këtu vetëm fillimisht disa sqarime të them rreth të projektit, pse shumë i vonuar me në fund në bazë të rrethanave të krijuara, duke respektuar gjitha këshillat e sigurisë brenda qendrës korrektuese, kemi arritur që ta projektojmë këtë projekt që mbi të gjitha do të jenë të kalitur emrat apo të gdhendur emrat e të gjithë atyre që ishin prezent në këtë burg, të vrarëve, të plagosur dhe të mbijetuarve. Realisht jemi munduar në tana format që të jemi sa më të saktë në këta emra, si për të shkruar, ashtu edhe për të identifikuar se sa ka qenë numri i tyre dhe për të klasifikuar në kategori që i përmenda, të vrarë, të plagosur dhe të mbijetuar. Kemi bërë shpallje apo informim përmes Radio Televizionit të Kosovës mbi 2 muaj ka qenë informacioni. Në faqen e Agjencionit për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale kemi bërë ftesë që t'i kontrollojnë këta emra dhe t'i plotësojmë dhe besoj se prafërsisht ja kemi arritur qëllimin. Ka mundësi të jetë ndonjë gabim teknik në emra apo mbiemra, ka mundësi që mund të harrohet dikush nga të vrarët, të plagosur, të mbijetuarit, por mundësitë për përmirësim janë. Prandaj do ta keni mundësinë që përmes Agjencionit për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të na jepni informacione dhe ne do t'i rregullojmë këtë. Pra, edhe njëherë duke munduar që të jemi sa më korrekt, jemi munduar që ta bëjmë këtë projekt që sa të pak të jetë një satisfaksion për ata që përjetuan këtë katrahur, këtë masakër, por lirisht mund të thejmë edhe këtë gjenocid që ndodhet në burgun e Dubravës. Këtë lapidar mbi të gjitha do të jetë një dëshmi e kohës, edhe për gjeneratat e ardhshme për të dëshmuar se sa ka qenë e shtrejt liria Kosovës. Në të njëjtën kohë, edhe për faktorin ndërkombëtar, që ose ende nuk është bindur se këtu ka ndodhur një masakër, një gjenocid, mund të vinë të marrin emrat, i kanë adresat dhe mund të shkojnë të bëjnë intervistë të secilit prej tyre që kanë pas fatin të mbijetojnë. Edhe një shpeshherë e themi se si ndodhi kjo se pse këta u vranë ata jo. Këtu nuk ishte përzgjedhje. Në burgun e Dubravës
ishte qëllimi të shfarosishin shqiptar, nuk kanë zgjedhur as mosh, as parti, as region, as gjë tjetër. Këtu vetëm se ishim shqiptar na ekzekutuan. Prandaj besoj se kjo është një dëshmi e fuqishme për neve që të ngritim padi dhe të dënuan ata që organizuan këtë krim. Edhe një herë kërkoj nga ju të gjithë, sidomos ju që mbijetuat masakrën e Dubrovës, të na sillni me informacione që mund të jenë të manka ose edhe të përmirësojmë ndër një gabim eventual teknik. Edhe herë përshëndes, urime gjithë juve që do ta keni jam këtu, po edhe familjarë që mbi gjitha do të jetë një dëshmi kush ishte këtu dhe çka ka përjetuar. Respekt për gjithë. Tani ftoj para jush kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotri Glauko Njusa. Të nderuar familjar të rënëve e të plagosurve në masakrën e Dubrovës, të nderuar familjar të dëshmorëve e të rënëve për lirinë e Kosovës, i nderuari zoti Zogaj, i nderuari zoti Najt Hasani, ambasadori Hasani, i mbjetuar po ashtu i masakrës së Dubrovës, e nderuara ministre Haxhiu, nënkryetare Kuvendit Saranda Bogujevci, të nderuar deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, i nderuari zoti Enver Hoxhaj, zoti Ramush Haradinaj, të gjithë ju që jeni të pranishëm në këtë vend, por edhe i gjithë populli shqiptar i Kosovës e kombi shqiptar kudo që jeton, e di fort mirë një të vërtet e cila është e pa diskutueshme. Kjo e vërtet thotë se Serbia në Kosovë ka vetëm një trashëgimi. E kjo është trashëgimia e gjenocidit mbi popullin shqiptar të Kosovës. Njëri prej këtyre akteve të gjenocidit dhe njëra prej masakrave më të rënda në Kosovë më të vështira është edhe masakra e Dubrovës. Ky është një akt i planifikuar, i përgatitur dhe i ekzekutuar nga shteti i Serbisë. Dihet se cilat struktura të ushtrisë, të policisë serbe, të grupeve paramilitare kanë qenë të angazhuara drejt për drejt në kryerjen e masakrës së Dubrovës. Dihet se cila ka qenë përbërja e segmenteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, që e ka pasur në kompetencë rajonin e Pejës e Tistogut, e këtë burg. Pikërisht këtu e 22 vite më përpara, kur është kryer kjo masakër. Pra, sa i përket çështjes edhe pyetjes se kush e kreu masakrën e Dubrovës, se ku duhet të kërkohen përgjegjësit që i vranë shqiptarët e burgosur në burgun e Dubrovës prej 19 majit e deri më 23 maj të vitit 1999, këtu askush në botë nuk ka dyshim. Përgjegjësi është shteti i Serbisë, me emër e me mbiemër kriminalët që ishin drejt për drejt të përfshirë në këtë masakër dihen, por vetëm një gjë ka munguar deri tash. Deri tash ka munguar veç drejtësia. Pra nuk ka pas drejtësi për të masakruarit, për familjarët e tyre që po i shohim edhe këtu dhe që po marrim pjesë së bashku në këtë inaugurim të monumentit përkujtimor për masakrën e Dubrovës. Familjarët kanë jetuar që 22 vite
me peshën e rënd, e të padurueshme të humbjes së më të dashurve të tyre, pa drejtësi që 22 vite. Institucionet e Kosovës duhet të bëjnë çmos e për çdo ditë që t'u aqesin publikisht emrat edhe mbiemrat kriminalëve serb, policëve, ushtarëve e paramilitarëve të cilët kanë qenë ekzekutues të masakrës së Dubrovës. Natyrisht që Serbia e meriton një gjyq, një gjykat të veçantë për krimet dhe për gjenocidin që e ka kryer në Kosovë. Ama për Dubrovën duhet një gjykim i veçantë. Kjo është prej masakrave që kërkon një gjykim të veçantë. Vetëm për këtë masakër, vetëm për këtë që ka ndodhur në burgun e Dubrovës. Lavdi të rënëve të masakrës së Dubrovës, lavdi dëshmorëve të kombit që e kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës, lavdi të gjithë atyre që kanë kontribuar për shtetin tonë dhe për lirinë tonë. Faleminderit. Falenderojmë kryetarin e Kuvendit, Glauko Njosa. Ftoj për një fjalë rasti i ministrën e drejtësisë, zonja Albulena Haxhiu. Të nderuar të pranishëm, veçanërisht ju ish të burgosur të këtij burgu dhe përjetues të njërës prej masakrave dhe të merit më të madh që Serbia e ka bërë në vendin tonë. I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar kryetar të partive politike, të nderuar familjar të rënëve. Sot, 22 vjet më parë, mbi 1000 të burgosur u nxorën për të vendosur në këto hapësira dhe për të qelluar për vdekje me çdo mjet të mundshëm. Snajper, mitraloz dhe granata nga muret e burgut dhe kullat përoje. Duke vrarë kështu 7 vjet të burgosur, ndërkaq 12 të burgosur të tjerë u vranë gjatë 24 orëve të ardhshme nga rojet e burgut. Policia speciale dhe paramilitar të cilët sulmuan të burgosurit që fshiheqin në ndërtesat e shkatruara të burgut, podrumet dhe kanalizimet. Në këtë hapësirë, ne gjejmë gjithë historinë e popullit të Kosovës. Pa liri, i përndjekur, i burgosur, e dënuar. Për kjo, siç duket, nuk mjaftonte. Duhej edhe vrarë në mënyrat më njerëzore. Të nderuar të pranishëm, deri tash, për këto 22 vite, vetëm kemi kujtuar e rikujtuar masakrën e Dubrovës dhe qindra masakra të tjera të kryera nga shteti serb në Kosovë, por gjithçka ka mbetur aty. Është koha e fundit dhe obligim që si shtet të bëjmë hapat e nevojshëm dhe të domosdoshëm që të sjellim drejtësi për gjenocidin e kryer ndaj qytetarëve tanë. Duhet të mblidhemi të gjithë, e të mbledhim faktet, argumentet e forcat e të përgatitemi mirë që të paraqesim sa më sakt atë që është bërë ndaj popullit tonë dhe të dorëzojmë sa më të kompletuar padinë për gjenocid ndaj Serbisë. Deri tani kemi parë vetëm iniciativa private e individuale të evidentimit të krimeve të kryera, qoftë nga autor e qoftë nga ata që vetë i kanë përjektuar këto masakra. I tillë është edhe rasti i masakrës së Dubrovës. Por ende, sot e asaj dite, të para 22 vjetëve, shteti ynë nuk i ka evidentuar zyrtarisht askund këto krime. Në këtë drejtim, më lejoni t'ju njoftoj që dje kemi formalizuar edhe grupin punus për hartimin e koncept dokumentit për themelimin e Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ky institut për evidentimin e krimeve të kryera në njërën anë dhe përgatitja e padisë për gjenocid do t'jenë në fokus të punës sonë si qeveri, por edhe si ministri. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që secilin vit të shënojmë e rikujtojmë masakrën e Dubrovës dhe të gjitha përjetimet e popullit shqiptar, jo vetëm për t'i rikujtuar, por kjo sakrificë të na shërbej si piknisje
e orientim i punëve tona të përditshme. Sot, në vendin e pushkatimit, do t'jetë një lapidar në kujtim të burgosurve të vrarë si dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Haresa e këtyre përjetimeve është harese përpjekjes dhe luftës sonë për liri, pavarësi e republikë. E ardhmja jonë nuk mund t'jetë ndritur pa referencë në historinë e përpjekjeve tona në të kaluarën. E tashmja është për të punuar. Lavdi jetës dhe veprës së të rëndëve për liri. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Albolena Azhiu. Tani ftoj kryetarin e Partisë Demokratike zotri Enver Hoxhaj për një fjalë raste. I nderuar zoti kryetari i Kuvendit zoti Konjufca, zonja nën kryetare e Kuvendit, zonja Bugojevci, i nderuar zoti ambasador i Republikës së Kosovës zoti Najt Hasani, zoti Zogaj, zonja ministre Haxhiu, zoti kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zoti Haradinaj, të nderuar dhe shumë të respektuar familje të të rënëve të masakrës së Dubravës, familjet të atyre të cilët e mbijetuan këtë masakër, ish burgosur politik dhe gjithë ju të pranishëm. Sot jemi mbledh këtu pas 22 vitësh që ta shënojmë mesin e 200 masakrave të cilat kanë ndodhur në Kosovë, njënën prej masakrave më të mërshme që ka bërë Serbia në Kosovë. Dhe kur ne jemi mbledh brendja një ish burgu dhe burgu që ta shënojmë këtë ngjarje të mërshme, e dini për çka flet kjo? Kjo flet që ekzistenca jonë në Jugosllavi prej vitit 1912 dhe i vitit 1999 ka qenë ekzistenca jonë poshtë një burg. Ushtrimi kësaj masakre brenda një burgut tregon që si popull ke mulltuar brenda një burgu të quajtur Jugosllavi për 100 vite. Dhe kur fundi i këtij burgut madh politik po i ofrohej regjimi Miloševićit dhe për këtë ka dëshmi të sakta dhe urdhrat personale të vetë Miloševićit, të cilat sigurisht që kryeprokurorja Carla Del Ponte i kam shef, bën që këto të mblidhen, të bohen shumë burgosur politik prej ish Jugosllavisë, prej territorit të Republikës së Kosovës, me qëllim që mbi ta në mënyrë të planifikuar të ushtrohej kjo masakër. Dhe kjo masakër është pasqyrim i një gjenocidit i cili ka qenë fillimisht i planifikuar si doktrinë politike, i cili ka qenë i ekzekutuar si veprim politik, dhe i cili gjenocid natyrisht që është prej qëllimeve të vetme politike që ka pas Serbia sa ka qëndruar dhunshëm Kosovë dhe cila vetëm për shkak të dhunës ka mund të largohet nga Kosova. Ne jemi mbledhur këtu që të nderojmë sakrificën e të rënëve, të dëshmorëve, të mbijeturëve të masakrës së Dubravës, me që kjo sakrificë është themeli i lirisë të cilën ne e jetojmë sot. Kjo sakrificë është themeli i realitetit të shtetit të Kosovës që jetojmë sot. Dhe kjo sakrificë është projektim i të ardhmës të të rinjve tanë. Dhe natyrisht që kur jemi mbledh sot në këtë ish burg që ta nderojmë masakrën e Dubravës, për neve sot është e padrejtë që heronjet e gjallë të lirisë dhe të pavarësisë së Kosovës, presidenti Thaçi, kryetari Veseli, kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi, deputeti Recep Selimi në mënyrë të padrejtë po qëndrojnë në një burg tjetër në Hag për të
dëshmu edhe një herë dhe për të mbrojt edhe një herë përpjekjen për rishkrimin e historisë, e cila nuk mund të rishkruhet nga askush, se kjo historie jonë është shkruar këtu dhe është shkruar kudo në territorin e Republikës së Kosovës. Prandaj është koha e fundit që për masakrën e Dubravës, po edhe për shumë masakra dhe gjitha masakrat e tjera të ushtruara në Kosovë, të kërkohet drejtësi. Drejtësia për masakrën e Dubravës është interes nacional, është obligim shoqëror dhe është obligim moral i Republikës së Kosovës, i Ballkanit, por edhe vetë bashkimit evropian. Prandaj kjo drejtësi duhet të vendoset në vend dhe këtë monument çka përgëzoi zotin Zogaj, zotin Hasani dhe gjithë ishte burgosurit politik të mbijetuarit të kësaj masakrës, këtë monument duhet ta nderojmë çdo herë në këtë pranverë të vonë dhe në këtë verë të vonë të vitit, me që këto pamje të një masakre të ushtruara se si ushtru kjo në Kosovë, i përngjajnë dhe janë të njëjta vetëm ato pamje të cilat ne e kem pa në kampet e nazizmit, një regjimi cili ka qenë i njëjtë sikur se regjimi edhe i Miloševićit. Lavdi të të rëndëve, lavdi dëshmorëve të Kosovës dhe përkulje të madhe gjithë ishte burgosurve të cilët sot janë në mesin tonë. Faleminderit shumë. Falenderojmë zotrin Enver Hoxhaj. Ftoj para jush ish kryeministrin e Republikës së Kosovës, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotri Ramush Haradinaj. Përshëndetje për mbijetumt e masakrës Dubravës prezent këtu, i nderuar zoti Zogaj, zoti Najt Hasani, Leoni me veçur një 2 fëmijë, edhe Rashim Selmane, Kisar Balloqin, ka dhe plot tjerë që janë prezent. Njëkohësisht përshëndetje për ju, kryetari i Kuvendit Kosovës, zoti Laut Konjufqa, që po ashtu jeni edhe djalit një burgosur i politik, e nderuar ministre e drejtësisë Arbolena Haxhiu, nderuar Zonja Boguhevsi, i nderuar kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Enver Hoxhaj, i nderuar deputet i zonës, Vek Berisha, se kom kolege e i Shtogut. Dëgjoni, jemi sot një moment kur muhim pra me ndihmu veten, edhe me e konfirmu rrugtimin ton, edhe me vendos themelet sotmes, po edhe me bot armën më të qëndrueshme. Ndoshta e para që i bjen me i thonë është se shqiptarët kemi jetu gjatë në burg që kemi qenë pushtu, ndërsa për pas që kemi qenë pushtu, kemi qenë po ashtu eksperiment. Ish Jugoslavisë ku mbi 500.000 shqiptarët të Kosovës i kanë kalu kazamatet e Serbisë. Shumica prej atyre ideologëve tonë, adetarëve tonë, shqiptarëve të zot, e kanë kaluar krejt jetën, shumicën e jetës tyre në përburgje. E dim historinë edhe e dim vërtetën e herojit tonë, Adem Demaçit, me Tushkasniqit, dim jetën e vështirë edhe sfidat e Përballit, e Burgjet, e Ahmet Haxhis. I kemi shumë kund ndër shqiptar, unë i kam pasur në familje, Baça Shmajl Haradinaj. Pra, nuk është se kjo masakër është fillimi i të keqës nga Burgjet për shqiptar. 500.000 njerëz janë tajtu, janë kesh tajtu, janë përsekutu, kanë qenë kavje, eksperiment për pushtetin serb. Po, që mos me vazhdu kjo në përjetësi, kombi ynë nuk është dërzu, pas që ndërzu atat burgjeve, e rrugën e tyre e ka ndjek një brez, të cilin kemi nderin, mi a përmen emrin, edhe mi a thonë me krenari, e ka ndjek heroj legjendar, Adem Jashari, familje Jashari, e ka ndjek ushtria shërimtare e Kosovës, që i ka kurorzu lëvizjet për lirije pavarësit shqiptarëve në përbrezha, që ka nxjerrë në dritë munin e lidhjes shqiptare të Prishtinit, Kuvendit Joniku, dje, e të patriotëve të gjithë brezha.
Pra në kohën kur ka ndodhur kjo masakër, shqiptarët kanë qenë të organizu në luftë për liri, për me ndalë, pikërisht tragedinë e shqiptarëve në Jugosllavi, jo vetëm Kosovë, në Jugosllavi, që kanë qenë gjithë në burg. Pse sot shumica jonë, kur e tregojmë historinë, ja kemi dronë me tregu kontestin e ngjarjes. Mos harroni, kemi qenë luftë me Miloševićin. Ka pas njerëz ky popull, shqiptarë të zot, që me armë dori kanë dalë përballë Miloševićit. Pa e ditë që një ditë edhe NATO do të na ndihmon. Pa e ditë që alatët tonë, engjujt tonë, engjulli që në erë nga qielli, NATO, Amerika, do të na gjitet për anë. Pra vetëm duke u bazue në drejtën tonë për liri e në forcën tonë. Kushdo që i kësaj të vërtetë, është duke e bo një gabim, s'ki me mujt me fitu pa din për gjenocid, pa e shpjegu mirë kontestin e asaj, si ka ndohë krimet në vendin tonë. Kush i ka bo ato krime dhe pse erdhë drejt e krimet. Erdhë drejt e krimet, se për mbi 100 vjetë, mbretërisë Serbisë mas pari, pastaj të Jugosllavisë re, edhe Titos besa. Po sidomos me Miloševićin, ne kemi qenë persekutum, ne jemi të rrezikum në ekzistencën tonë. Nuk është vetëm kur kanë fillu bombardimet e NATO-s që Miloševići i boni krimet. Për me fitu pa din për gjenocid, do të tregojmë që kemi qenë detyruar me luftu. E do të tregojmë që UÇK-ja ka bërë luftë drejt. Ushtria Shërimtare e Kosovës, Ushtria Shërimtare e Kosovës, Ushtria Shërimtare e Kosovës, mos e harroni, është themeli i 17 shkurtit 2008. Mos e thuni këto për gjallë, as për punët e tyre që i bojnë sot, as për hatët partive tyre, të votave tyre. Po nëse dëshironi mos me u rreziku e populli janë prap, e mos me qenë prap ka vjen e jelë, ose viktim, atër mos hezitoni me tregu se në themel të shtetit tonë, 17 shkurtit, janë lëvizjet për liri, është munja detarëve tonë, janë përpjekjet edhe të alatëve tonë, por është lufta për shtirimin e Kosovës themel me lufta është fitu Kosova me 17 shkurt 2008 pavarësia. Kushdo që harron këtë themel të shtetit e rrezikon shtetësinë e Kosovës. Nuk do të mundet as me fitu pa ditë gjenocid, as një kontest tjetër, nuk do të mundet me nxjerr të drejtën e vetë që i takon si popull me jetu i lirë dhe me u respektu. Ju lush, pra, në kuadrat e respektimit të lirisë të asaj, mos e bëni këtë gabim, me thonë dikush që Ballkani duhet me u lirue, prej kriminalëve të luftës, pa e veçu në vendin tonë se je viktim, vetëm një vend du të më u liru për i kriminalëve të luftës. Është Serbia e pa demilitarizume, që ka trashëgu ushtrinë e Jugosllavisë të tërën, që i ka mbledhur kriminal, Kroacisë, Bosnjës, Kosovës, gjithë rajonit, e ka ende në sistemin e sigurisë vetë. Ata që kanë bo masakrën e Dobravës, vetëm ata duhet me ushirue për i kriminalëve të luftës, se nuk ka ndohë drejtësia të ata, ndërsa shifne që është çudia, çka i ndohë Kosovës, viktima, vazhdon me u persekutu me drejtësi. Ndërsa nuk jepet drejta viktimave të Kosovës, masakrave të Kosovës. Pra, duhet jemi të guximshëm, ta themi të vërtetën, ta kërkojmë drejtën tonë, e drejta jonë ka me dalë ndri. Lavdit gjithë që kanë marrë për liri. Faleminderit zotri Ramush Haradinaj, njëri ndër themeluesit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, i plagosur dhe i mbijetuar nga masakra në burgun e Dubravës. Me kënaqësi ftoj para jush zotrin Ajet Hasanin. Të nderuar bashkëvujtës, të nderuar familje i të rënëve në burgun e Dubravës, të nderuar plagosur po në këtë masakrë në burgun e Dubravës. Të nderuar kryetari i Kuvendit, zoti Glauk Konjusa, nderuara nën kryetare dhe Saranda Buresi, nderuara ministre e drejtësisë Albulena Agjiu, nderuar kryetari i Aleancës, ish kryeministër zoti Ramush Haradinaj, nderuar kryetari i Partisë Demokratike zoti Enver Hoxha, nderuar staf i burgut këtu që sot jeni, që e keni bërë një punë të zakonshme sot me neve në këtë përvjetor, nderuar deputet, nderuar qytetarë të vendit,
që edhe na përcjellin drejt për drejt. 22 vjet pas kësaj masakre, sot ne zbulojmë një përmemorje politike, apo një lapidar me emrat e të burgosërve që ishin në këtë burg në maj të vitit 1999. Për të mbërrit deri te kjo ngjarje makabre, po shteti serb kishte menduar mirë këtë çështje. Në këtë burg, më 26 prill 1999, nga burgu i Mitrovicës së Sremit, të gjithë të burgosur që ishin ushtarë të ushtrisë çlimtare të Kosovës, ose adhetarë që kishin punuar për kombin e Kosovës gjatë gjithë jetës së tyre. Së bashku me të burgosurit politik nga burgu i Nishit, me autobusa me 30 prill 1999, na dërgojnë në burgun e Dubravës, këtu. Aty nga prilli deri me 19 maj i mbushën pavionet me të burgosur nga të gjitha burgjet e Kosovës dhe nga Serbia. Këtu shihet qartë qëllimi djallëzor i shtetit të Serbisë, që të mbledh sa më shumë të burgosur dhe t'i mbajtë në shenjë hakmarrje si ushtarë të ushtrisë çlimtare të Kosovës dhe si shqiptar. Ajo kishte zgjedh dhe metodën e kamuflimit të vrasjes së të burgosurve. Kishte menduar të ja vendos fajin si paktuar NATO-s, sepse NATO kishte të dhënë aty se këtu ishin policia dhe ushtria Serbisë. Aty tashmë të burgosurit ishin vendosur me plan ushtarak dhe politik nga shteti serb. Ne të burgosurit e vendosur në të gjitha pavionet e burgut, me shpërthimin e granatave të para të NATO-s mbi burgun, u hap një mundësi e mirë e planifikuar që të bëhen vrasjet, që të bëhet krimi. Atë që nuk e bëri NATO-ja, filloi të realizojë skenarin kriminal policia dhe ushtria serbe me gardianet e burgut dhe më keq dhe me serbët që ishin të burgosur aty së bashku. Këta së bashku më 22 maj 1999 në këtë fush, këtu, ku po e zbulojmë këtë përmemorje politike, lapidar për të vrarët, të plagosurit dhe të mbijeturit, nga ky karakoll këtu nalt prapa nesh. Përballë jush, atë mëngjes të hershëm maj, dëgjohen britmat e zërit të gardianit serb. Të gjithë të burgosurit duhet të mblidhen këtu, të numërohen se duhet të shkojmë nga këtu për në Nish, se këtu mos nuk ka kushte me ndajt. Dhe të burgosurit, shqiptarë shumicë absolute, mblidhemi këtu dhe sa po mblidhemi fillojnë breshrit e plumbave dhe buqima e pushka mitrajozi mbi të burgosurit shqiptar. Pastaj fillojnë gjuajtjet dhe nga murat anash me bomba, me tromblona, me zolla, mina hedhës mbi të burgosurit. Këtu a dit u bot tym e mjegull, nga gjuajtjet e predhave që ranë për tokë mes krismave, pa kokë të burgosurit e kolegët tanë. Një pjesë kemi shpëtuar duke ikur zvarr deri te bregu këtu prapa jush dhe pastaj duke u fshehur pas murave të ndërtesave. Pati poshtë, në 2 karakollat skaj më skaj ishin të vendosur dhe snajperistat dhe kush kalonte rrugën poshtë nga kuzhina ata e vrisnin. Kjo gjuajtje e policisë serbe me arsenalin e armatimit që kishin, sa zgjati që askush nuk e din se sa ka zgjatur. Nuk u besonim syve, na ushtonin veshët nga predhat, kjo ishte një ngjarje të mërshme që pas Auschwitzit dhe Mauthausenit që kem lexuar në për libra e parë në për filma, as regjisorët me famë botërore nuk kanë imagjinat të imagjinojnë për skenar filmash. Edhe ngjarja më kriminale në histori, që pas luftës së dytë botërore, kjo ishte një plojë mbi të burgosurit dhe korrje e trupave e kolegëve tanë që la shtrirë mbi gjakun që ecte mbi tokë. E për tokë të masakruar e të gjymtuar, mbi 120 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur dhe 2 të burgosur nga tmerri që përjetuam varën vetën, që vdekjen mos ta shihnin me sy. Kjo vrasje shtetërore, ky gjenocid i shtetit serb,
kjo masakër mbi të burgosurit politik shqiptar, të burgosur ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të burgosurve shqiptarë si kombë shqiptar, është gjenocidi e krimi që se man mend më historia njerëzore. Është shkelje të gjitha konventave të luftës. Kjo ishte një hakmarrje shtetërore e Serbisë kundër kombit shqiptar dhe kundër bashkësisë ndërkombëtare. Ne sot të mbijetuarit e këtij gjenocidi kërkojmë nga institucionet e Republikës Kosovës të trajtohet masakra në burgun e Dubravës me 19 maj, 24 maj nga gardianët e policët e ushtarët të burgosurit serb mbi të burgosurit shqiptar. Ne mendojmë se qëllimi i masakrës ka qenë i planifikuar dhe i përgatitur mirë nga shteti serb, që nga udhëheqja qendrore e Serbisë deri te gardianët e burgut në Dubravë. Këtë dëshmon mbledhja të burgosurve në burgun e Dubravës që na solli. Aty së bashku me mua 64 burgosur nga burgu i Mitrovicës Sremit, nga burgu i Nishit, Prizrenit, Gjilanit, Prishtina, Peja, të zënë rob lufte nga Surejka, Gjakova dhe tërë Kosova. Ku na mblodhen nga 15 marsi 1999 deri ka mesi i majit 1999 në burgun e Dubravës mbi 960 të burgosur. E nderuara Ministre e Drejtësisë, ne shoqatat burgosurve politik kemi kallëzim penal atëherë në prokurorinë e Qarkut në Pejë me 19 maj 2007, që ka për qëllim që të gjykojë kriminalet serb dhe shtetin e Serbisë për gjenocidin dhe krimin e Burgje. Se vrasjet u bën nga ata nga shteti që kishte marrë përgjegjësi të na mbrojë në bazë të konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të burgosurve dhe pendjeve të luftës. Por këta kriminal na sulmuan dhe na vranë pa pyetur fare për konventa e ligje lufte, gjë që kjo është një masakër e gjenocidi i shtetit serb kundër të burgosurve shqiptar. Të nderuar familjar, jo vetëm kaq. Ne mundemi të nuk mund të mikalojmë masakrën në burgun e Dubravës, pa ditë se ku është profesori Ukshin Hoti. Të gjithë të mbijetuarit e masakrës së burgut Dubravës e dinë se në këtë burg ka qenë Ukshin Hoti. Dhe të gjithë e dinë se Ukshin Hotin e kanë marrë nga dhoma e burgut gardiani Branko Komadina. Të gjithë e dinë se në këtë burg ka qenë përgjegjës drejtori Aleksandar Rakočević Aca. Pas luftës ka qenë drejtor i burgun qendror të Beogradit. Të gjithë e dinë se komandant burgu ka qenë Miodrag Vidičić Miki, që këta të dy, Aca dhe Miki, së bashku, me mbikëqyrësin e burgut Branko Komadina e dinë se ku është dhe cili është fati ka qenë fati Ukshin Hotit pas daljes nga burgu me 16 maj 1999. Këtu janë përgjes drejt për drejt për jetën dhe vdekjen e Ukshin Hotit. Pra, nxjerrja e Ukshin Hotit nga burgu, nga gardianët e burgut të zhduket e të mos të përgjigjet askush nga ta, ky është krim që ndeshkohet me të gjitha ligjet ndërkombëtare dhe konventat mbi të drejtat të burgosurve dhe pendjet e luftës. Andaj këta kriminal duhet të arrestohen, të gjykohen, të marrin dënimin e merituar. Të nderuar familjar, për këtë masakrë ndaj të burgosurve në burgun e Dubravës asnjë qeveri e jona nuk ka bërë asgjë. Kanë hesht të gjithë, me qëllim apo pa qëllim. Pas ndërkombëtarët nuk kanë bërë asgjë, kanë hesht të gjithë. Por për këtë masakrë në burgun e Dubravës nuk ka qenë kokën as prokuroria, nuk ka qenë kokën as prokuroria Qarkut në Pejë, që ka 13 vite që kur e kemë bërë kallëzimin penal publik në emër të shoqatës të burgosurve politik të Kosovës në 19 janar 2007, për 14 vite u hesht kjo masakër dhe ky kallëzim penal në këtë prokurori. Nuk i dim arsyet. Dhe po kërkojmë në emër të gjithë të mbijetuarve nga Ministria e Drejtësisë, ne japni shpjegim. Dhe të kërkon nga prokuroria Qarkut në Pejë atëherë se pse për këtë kallëzim penal nuk është ngrit akt akuz kundër kriminalëve serb për krime lufte në burgun e Dubravës, ndaj të burgosurve shqiptar, të paditur nga shoqatat e burgosurve, që dëshmohet me fakte e faktografi
në vendin e krimit të kriminaleve dhe me dëshmi të mbi të 40 jetuarve të burgosur. Pse edhe shumë pse ka në jetë, po të shpresojmë që kjo qeveri do të zgjedhë këtë pse të madhe për këtë gjenocid. Nuk du të heshtim para krimit. Prokuria jonë ka hesh deri më tash, ashtu më dhe unë me sugjerime të miqve ndërkombëtar, duke besuar të krijojë një pajtim mes shqiptarëve dhe serbëve, duke harruar atë që ka ndodhur në Kosovë. Po pajtimi nuk mund të krijohet nëse nuk dënohet ai që ka bërë krim, kriminalët që kanë bërë krimin. Dhe në këtë drejtim mund të bëj pyetje ministrës drejtësisë, punëve të brendshme, se sa kriminalë janë dënuar për krimet e luftës, për masakrat që janë bërë në Kosovë. Se sa kriminalë janë dënuar për masakrën e burgut të Dubravës. Pra mund të themi asnjë. Në këtë masakrë në burgun e Dubravës ka marrë pjesë drejt për drejt shteti serb. Me ushtërinë e policinë. Kanë marrë pjesë gardianët e burgut me komandantët e tyre, sepse shteti serb na kishte marrë në mbrojtje në burgje që duhet të na garantojë jetën tonë në bazë të konventave ndërkombëtare për trajtimin e robërve të luftës, por dhe shteti serb na brau e masakroi dhe i shkeli këto konventa ndërkombëtare. Të nderuar familjar, ne kemi bërë kallëzim penal, kemi bërë publike emrat e kriminalëve. Kemi prezantuar me fakte fotografi kriminalat, me pushk dhe me marrjen e shënjestër duke vrarë shqiptar në burgun e Dubravës. Sot duke fol këtu para jush në kokën time me dalin skenat e ngjarjeve të tmerrshme dhe të pamje të prikshme të burgosurve duke kërkuar ndihmë, duke kërkuar ujë në këtë fush. Ajo që u bë nga ajo kohë deri më sot është votimi i një libri për masakrën e burgut të Dubravës nga ish ministri Hajdin Kuçi, që duhet ta falenderoj. Dhe ky lapidar që u ngrit nga qeveria e Haradinaj. Ky lapidar do të jetë shembull, do të ju shërbej së bashku me këtë libër gjeneratave e brezave të ardhshëm, studiuseve, artistëve, skenaristëve, regjisorëve për të krijuar filma. Por mbi të gjitha do të shërbej kujtesës së popullit tonë, familjeve tonë që prindët e tyre kanë kaluar në për kalibaret e tmerrit të krimit të gjenocidit në këtë burg, për lirinë, për çlirimin e vendit dhe për të ndërtuar shtetin tonë. Ëndër e gjeneratave e gjaki derdhur gjatë historisë se liria jonë rënit i ka në gjak, i mbledhur në breza me luftën e ushtrisë shlimtare të Kosovës. Dhe duhet të dinë të gjithë, të djathtë e të majtë, të kuq e të zi, se ky gjak këtu është dëshmi se lirinë e kemi fituar me gjak dhe askush nuk na ka falur dhurat. Dhe kjo dëshmon karakterin e fortë të popullit tonë në histori të lidhur fort me tokën e shenjtë Kosovën. Këta emra që janë të skalitur në mërmer, në këtë prememore politike, do të jenë dëshmi e gjallë që kriminalët e luftës shteti jonë kur nuk do t'i falë. Dhe në fund të nderuar familjar, ky lapidar dëshmon krimin, gjenocidin serb dhe ne të mbijetuar të kësaj masakre kërkojmë asgjë më shumë, vetëm drejtësi dhe gjykimin e kriminalëve të shtetit serb. Në fund, të gjithë atyre që kanë mbijetuar, një nderim i veçantë familjeve të tyre edhe lavdit të rënëve që kanë ra në këtë masakër këtu. Mund t'ju them se të gjithë ne të mbijetuarit kemi mund të jemi pjesë e kësaj ti kemi emrat këtu. Po fati ka desht, ka qenë mbi ata që kanë gjujt dhe ne kemi mbjetu. Nderim e respekt të burgosurve të mbjetuar, lavdi të rënëve, lavdi ushtrisë shlimtare të Kosovës, ju falenderit. Faleminderit zotrin Ajit Hasanaj. Të nderuar, duke falenderuar qendrën korrektuese të burgut të Dubravës me drejtorin Ismail Dibrani për ndihmën që na dha për realizimin e kësaj ceremonie, tani do të bëjmë zbulimin e lapidarit.
Ftoj nënën Mihrie, të cilës ju vra djali Bajram Kiçina, si dhe 3 djemë të tjerë dëshmorë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kryetaren e Kuvendit të Republikës së Kosovës zotri Glauko Njufsa, ministren e drejtësisë zonja Alborina Haxhiu, njëri nga të mbijetuarit e masakrës së Dubravës zotri Bajrosh Xhemali, drejtorin e Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës zotri Bislim Zogaj, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës zotri Enver Hoxhaj, kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës zotri Ramush Haradinaj. Të bëjmë këtë zbulim. Ju lutem, pas zbulimit të lapidarit, të vendosen lulet me radhë, fillimisht institucione shtetërore, këshilli organizativ dhe në fond familjare.